nuk do të dukemi ndoshta, do të jetë edhe një legjenda, do të jetoj përgjithmonë. Nxirreni këtë Halir Matoshit, çfarë është? Normalisht që 5-6 marrës veç atë më shohë shkon kush tjetër. Qartë. Dhe duke shfrytzuar, duke dashur që të bëj pak dallat, unë kam sfiduar Shalën qysh në fillim të emisionit. I kam thënë çfarë peshe tjetër historike mund të ketë 5 marsi, pos që është epopeja e Jashareve, dhe pos që nesër duhet zgjidhet presidentja. Shala heq dorë nga 5 drekat që ti kam premtuar, apo po provon me ja qëllu edhe njëherë? Nuk heqi dorë, kërkojnë ndihmë nga miku im. Jo, Sadik Zeqiri dim, por 5 drekat nuk vlejnë. Sadik Zeqiri, tregoj çfarë peshe tjetër ndërkombëtare e kombëtare ka kjo datë se nuk po e din dot. Sot, në 5 mars, mos pari lavdi Musliqi Shqiptar të Kosovës dhe familjes Jashari, data 5 mars është ditëlindja e Arben Ahmetit. Faleminderit shumë.